Kryeministri I Shqipërisë, zoti Edi Rama, ka njoftuar një lajm shumë të rëndësishëm dhe pozitiv për të gjithë punonësit shqiptar në të gjithë vendin. Ai ka vendosur të rrisë rrogën minimale nga 400 euro në 600 euro, një masë që pritet të sjellë përmirësim të ndjeshëm në standardin e jetesës për shumë familje shqiptare. Ky vendim është pjesë e një nisme të gjerë për t'i bërë ballë inflacionit të lartë që ka prekur ekonominë shqiptare vitet e fundit dhe për të rregulluar kushtet ekonomike të qytetarëve në çdo cep të vendit. Rritja e rrogës minimale nga 400 në 600 euro është një hap konkret për të mbështetur punonësit që paguajnë aktualisht me pagën minimale. Kjo masë do të ndikojë pozitivisht në jetën e shumë punonjësve, duke I mundësuar atyre të përballojnë më mirë shpenzimet e përditshme, veçanërisht në një periudhë kur çmimet e produkteve dhe shërbimeve po rriten në mënyrë të ndjeshme. Për më tepër, kjo rritje pritet të rrisë edhe motivimin dhe produktivitetin në vendin e punës. Sipas njoftimit zyrtar, ndryshimi do të fillojë të zbatohet nga muaji gusht, duke përfshirë të gjitha punësimet dhe pozicionet që aktualisht marrin pagën minimale. Ky është një zhvillim shumë I rëndësishëm për tregun e punës, pasi shumë punonjës do të përfitojnë një rritje reale në të ardhurat e tyre mujore. Qeveria ka theksuar se kjo masë do të ndihmojë në reduktimin e varfërisë dhe do të përmirësojë cilësinë e jetesës për stresat më të prekshme të shoqërisë. Përveç ndikimit të drejtpërdrejtë në ekonominë familjare, rritja e rrogave minimale pritet të ketë edhe efekte pozitive në ekonominë kombëtare. Me rritjen e fuqisë blerëse të punonjësve, do të ketë më shumë konsum dhe lëvizje ekonomike në treg, që është një faktor kyç për zhvillimin dhe stabilitetin ekonomik të vendit. Kjo nismë është një tregues I qartë I përkushtimit të qeverisë për të përmirësuar kushtet e punës dhe jetesës së qytetarëve. Në përfundim, rritja e rrogës minimale në 600 euro përbën një hap të rëndësishëm drejt përballimit të sfidave ekonomike të kohës dhe përmirësimit të mirëqenies së punonjësve shqiptar. Kjo masë do të ndikojë në mënyrë të drejtpërdrejtë në jetën e mira familjeve dhe do të krijojë një ambient më të favorshëm për zhvillimin ekonomik dhe social të vendit. Po ju çfarë mendoni për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.